Pikërisht 5 vjet pas vrasjes së arkidukës Franz Ferdinand, ngjarjes që çoi në shpërthimin e luftës së parë botërore, më 28 qershor 1919 u nënshkrua Traktati i Versajës, që vendosi paqen mes Gjermanisë dhe fuqive aleate. Edhe pse nuk u përfshi drejt për drejt në konfliktin botëror, Shqipëria ishte vend zhvillimi i shumë përballjeve. Më 11 nëntor 1918 përfundoi lufta e parë botërore. Për bestytët, armpushimi do e mos mbarte një domethënie, pasi paqja trokiti në orën 11 të ditës së 11 të muajit të 11. Kjo luftë do të kushtonte jetën rreth 9 milion viktimave, si dhe do të çonte në ndarjen e territoreve dhe rikrijimin e shtetkombeve të dala nga shpërbërjet e perandorive të mëdha. Pas mbarimit të luftës, një pjesë e madhe e popullatës shqiptare u bë pjesë e shkëmbimit të padrejtë, duke etiketuar si muslimane dhe jo shqiptare. Si rezultat, ata u dëbuan në nënshënimin turq. Shqipëria filloi të lobojë fort në arenën ndërkombëtare për të mbrojtur të drejtat dhe liritë e popullsisë së saj nga padrejtësitë e ndodhura në kuadër të konturimit të hapësirës europiane.